Nena me prejardhje nga Peja duket se ka hapur zyrën për gjithçka, ku ofron prej shitjes së fustanave, manikyr, pedikyr, parukeri e deri tek injektimi fillerëve e botoksit. Ky fakt nuk do të paraqiste problem, po nëse Kiks Kosova nuk do të pranonte një ankesë nga klientja e cila kishte marrë shërbim nga ky biznes, i cili nuk është vetëm qendër estetike. Ekipa e emisionit ka marrë 2 herë rrugën drejt klinikës estetike Nena Estetik në Prishtinë. Qëllimi ishte i qartë, të merrej versioni pronare Zylfie Haliti apo Nena, lidhur me rastin e klientes H.K, e cila kishte raportuar për infeksion pas mbushjes së buzëve në këtë klinik. Por përballja me të nuk ishte as pak e lehtë. Në vizitën e parë lokali ishte i mbyllur, ndërsa në telefon pronarja nuk u përgjigj. Në tentimin e dytë, pasi gazetarja e Kiks Kosovës e kontaktoi sërish përmes telefonit, Nena këtë herë u përgjigj. Gazetarja u prezantua dhe kërkoi të atakonte për të diskutuar lidhur me një nga klientët e saj. Por, pa i treguar as emrin e klientës, Nena menjëherë filloi të fliste vetë për rastin e vajzës që kishte rrëfyer historinë në Kiks Kosova. Alo, përshëndetje Nena, a je Mira Jelov? Përshëndetje. Ndoshta s'po të pengoj diçka. Ja, urna. Jam Genta, jam gazetare nga emisioni Kiks Kosova në Klan Kosova. Kështu, kemi ardhur tek lokali yt për me fol lidhur me një çështje që është adresuar në emisionin ton nga një kliente jotja. A kish me mujt me u taku dikon? Përbesë unë nuk jam aty te lokali, jam jashtë edhe jo me zonë me dobu. Rastin ka shumë polici, dhe më thitja ka marrë raport për një dentare. Kërka si lloj prove, momenti që unë i kom më fërë, që të bikon e s'ka të bështë, shto që kjo nësë është shumë polici, dhe ja posto, unë nësoj që ka posto, ku që ka shtemi masa. Po? Që janë unë s'kam pak mu mirë me kamera me këtë sanë, dhe. Mirë po duesh... Kur gazetarja i kërkoi të marrë një përgjigje zyrtare, pronarja e klinikës reagoi me tone të ashpra dhe fjalor të papërshtatshëm. E dha një përgjigje, pasi që ajo ka adresu neve mas televizionit, publikut. Shini jo? Jemi televizion. Po, çfarë drejtë jo pëse dhe mu telefon me marri mu të... Kemi të drejtë me marrë përgjigjen prej juve. Kemi të drejtë, kemi përgjithësinë ndaj publikut, jemi media. Kemi shumë të drejtë, zoj. Gazetarja u përpoq të zhvillonte një bisedë normale dhe pyeti nëse kishte arsimim mjekësor për të kryer shërbime të tilla estetike. Por, edhe kjo pyetje nxiti reagim për çmues nga pronarja. A je mjeke? Ti që i bë nuk e lexon të njëjtë. Më fal, zonjë, a ke kryer shkollim të dur për me bë këto shërbime? Pas kësaj Nena e ndërpreju bisedën duke i mbyllur telefonin gazetares. Kështu Kiks Kosova nuk arriti të marrë asnjë përgjigje zyrtare nga ajo, as për licencën, as për përgatitjen profesionale e as për rastin e klientës që kishte pësuar infeksion pas ndërhyrjes estetike. Ani pse Nena i iki ballafaqimit publik për akuzat që klientja e saj bëri, Kiks Kosova ka siguruar bisedat me saj dhe klientës. Si një profesioniste e fushës që i ambante vetës, e tillë nuk ishte edhe me qasjen dhe komunikimin me klientën që mori shërbimet e ajo. Klientja kërkonte një këshill mjekësore pse buzët e saj kishin filluar të deformoheshin dhe kishte dhimbje. Nena kishte zgjedhur një qasje komunikimi krejt ndryshe ndaj klientës. Ajo i kishte thënë se është normale dhe e entura ishte bërë nga ethët, madje tentonte që të ikte përgjithësisë me pretendimin se ka mbi një javë që ajo i kishte mbushur buzët. Tutje biseda vazhdonte se si klientja kishte dhimbje e frikë se mund t'i shkaktojë ndonjë dëm, ndërkaq pronarja vazhdonte të insistonte se ka ethe, por asesi nuk harron t'i thoshte se barën e dëmit e merr vetëm brenda 24 orëve. Pasi vajza tentonte t'ia sqaronte se infeksionin, sipas dermatologës që i kishte vizituar, i kishte shkaktuar qelp, pronarja me bindje të plotë mohonte. Nga mohimi se ka infeksion, pronarja e qendrës estetike tani thoshte klientës se kjo ishte shkaktuar nga pakujdesia e vet klientës, duke e prekur zonën.
Biseda vetëm sa bëj më banale, e zgjidhja ndaj klientit nuk bëhej, faji sa drejtohej në një gisht sa një tjetrin. Madje sipas pronarës jastëku me bakterie, e grimi kanë mundur që t'ja shkaktojnë krejt këtë. E dëshpruar se nuk po merrte as edhe një ndihmë, klientja e paralajmëroi se do t'i ndjejë rrugë ligjore, për çka Nena nuk e kishte problem as pak.